Rreshtet e shiut me intensitet të ulët deri mesatar kanë përfshirë gjithë territorin e qarkut Kukës edhe gjatë ditës së shtunë. Për shkak të motit, në disa akse rrugore nacionale janë shënuar rënje gurësh inerte dhe vërshime uji, duke krijuar vështirësi të përkohshme për drejtuesit e mjeteve. Ekipet e mirëmbajtjes rrugore kanë vjuar punën pa ndërprerje për pastrimin e segmenteve dhe garantimin e qarkullimit të sigurt. Aktualisht, të gjitha akset nacionale në qark mbeten të hapura dhe të qarkullueshme. Nga bashkitë Kukës, Has dhe Tropoj nuk raportohen problematika emergjente deri në këto momente. Sa i përket furnizimit me energji elektrike, sipas Komisionit të Mbrojtjes Civile, situata paraqitet kryesisht e qëndrueshme në të gjithë qarkun, përveç fshatrave Dojan, Markaj dhe Breqa në njësinë administrative Bujan të bashkisë Tropoj, ku ka ndërprerje të përkohshme që po punohet për të zgjidhur problemin e furnizimit me energji elektrike për këto fshatra. Furnizimi me ujë të pishëm vjen sipas orarëve të përcaktuar nga Drejtoria Rajonale e Ujësisë Kanalizimeve Kukës. Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarët të tregojnë kujdes gjatë qarkullimit, sidomos në segmentet malore ku rreziku i rreshqitjeve mbetet ende i pranishëm. Ndërkohë, strukturat vendore dhe njësitë e emergjencave janë në gatishmëri dhe po monitorojnë situatën në kohë reale me synim për ndalimin e çdo problematike që mund të shfaqet si pasojë e rreshjeve, thuhet në njoftimin e Komisionit të Mbrojtjes Civile mbi situatën e motit gjatë ditës së shtunë.